Në dispozitat e kodit penal, në seksionin 10, në kreun përkatës që bën fjalë për krime zgjedhore, nuk ka një vepër penale që të ndëshkojë penalisht patronazhimin. Dhe aq më tepër, kjo vepër penale të jetë në kompetencë të SPAK-ut. SPAK-u, siç e thash, ka 2 vepra penale në kompetencë: korrupsion aktiv në zgjedhje, korrupsion pasiv në zgjedhje. Nëse një funksionar ka shpërdoruar detyrën, nëse një person tjetër ka nxjerrë të dhëna personale të publikut, qoftë edhe tonët, është një vepër tjetër penale që nuk është në kompetencë të SPAK-ut, po është në kompetencë të prokurorive të jurisdiksionit të zakonshëm. Pastaj, çështja nëse në këtë veprimtari mund të jenë përfshirë persona që janë subjekte të posaçme që janë në kompetencë të SPAK-ut, është çështje provueshmërie që vlerësohet nga prokurori çështjes rast pas rasti. Për sa i përket kallëzimeve që ju keni paraqitur, po është vërtet, keni paraqitur një numër të lartë të kallëzimesh, sinjalizimesh dhe për secilin prej tyre prokuroria ka patur një reagim, ose regjistrim, ose mos fillim, ose mos kompetencë, ose është një çështje në hetim. Nuk është as vendja, as seanca dhe është detyrimi im ligjor që të mos diskutojnë për çështje të veçanta, por mbaj mend që jo më vonë se muajin prill të këtij viti ne kemi patur një korrespondencë, ju kemi informuar për secilin rast që ju keni kallëzuar dhe për vendimarrjet që ka marrë prokuroria. Nëse pala që kallëzon nuk është dakord me vendimarrjen të caktuar të prokurorisë, patjetër të duhet ndjekë rrugët ligjore në gjykat për të kundërshtuar vendimet e prokurorisë. Gjë që nuk rezulton se është kryer për ndonjë vendim të paktën për zgjedhjet e vitit 2025.